Ama snopën e shkallëzetën, e këshyre që janë. Në rrjetin social TikTok, që sot është një ndër platformat më të përdorura nga të rinjt, po qarkullojnë video që thjesht nuk duhet janë anashkalojnë. Video të cilat janë shqetësuese, tronditëse dhe mbi të gjitha edhe të rrezikshme. Fillimisht shikojeni këtë video. Në këtë pamje shfaqen të mitur fëmijë duke ushtruar dhunë fizike ndaj një bashkëmoshatari të tyre, goditje me grushta e shtytje. Pra krejt kjo e zgjiruar nga bashkëmoshatarët e tij. Situata bëhet edhe më e rëndë kur i njëjti person që i publikon këto videoje ku shfaqet dhuna ndaj bashkëmoshatarëve të tij, e ka edhe një seri të postimeve ku reklamohen armë të ftohta si thika, boksa metalika e të tjerë. Tani më jemi të vetëdijshëm se sa e lehtë është qasja e fëmijëve në rrjete sociale, por edhe më problematike po del të jetë fakti se këto rrjete sociale përdoren edhe për dukuri të ndryshme të rrezikshme për fëmijë në shkolla dhe jashtë tyre. Së fundmi kam hasur në një dukuri të rrezikshme ku fëmijët sigurojnë armë të ndryshme si thika e të tjera, lehtësisht përmes rrjeteve sociale, e në lidhje me këtë unë kam biseduar edhe me disa fëmijë të një shkolle në Prishtinë, të cilët më kanë treguar se si arrin të sigurojnë këto armë të ftohta dhe përgjigja të cilën e mora ishte tejet shqetësuese. Për shak, atë veti diçka be? Po ju ka bo marak bre vlot me vlejna i tik, a din kush kokni? Po mëre në pazor, më shtu. Jo në pazor, po shtu pe në zonë se nejsen. Se ju ka bo marak, po s'pedi, po tut në që pe kontrollojnë në nejsen. Po s'po dijajt, ama snopën e shkallëzetën, e këshyre që janë. Këshyre ki. Qysh? I poli, a? Hajtë bu. Pra, ajo që ka u kuptua tani më është shokuese. Këtu dëshmohet se ky i ri, bashkë me shumë bashkëmoshatarët e tij, e ndoshta edhe më të rinj, arrin që armët t'i sigurojnë lehtësisht me një thirrje në rrjetin social Snapchat. Armët të cilat shpesh herë dalin të jenë vdekjepruese, sigurohen duke e kontaktuar një nga disa persona të caktuar me profile në Snapchat. Për shkak që personi në fjalë është i mitur, ne po i mbrojmë identitetin dhe qartësisht rasti ka të bëjë me persona të moshës së ndjeshme. Sigurimi i këtyre armëve e më pas edhe përdorimi i tyre në shumë raste ka shfaqur probleme të shumta në të gjitha qytetet e Kosovës. Përdorimi i këtyre armëve ka lënë të lënduar shumë persona në raste të ndryshme, e një rast e i rënd pati ndodhur në 2022 ku një nxënës i klasës së 9 u therr për vdekje në lagjen Vranjevs të Prishtinës. Mos harrojmë që policia e Kosovës shpesh ka kryer kontrolle nëpër shkolla e ku ka rezultuar me gjetjen e armëve të ftohta që pikërisht nxënësit i kanë poseduar. Këtë vit, në një shkollë në Ferizaj, policia gjeti shufër metalike tek nxënësit gjatë aksionit Stop Drogës në shkolla. Andaj kjo është një thirrje hapur drejtuar prindërve, mësuesve dhe të gjitha institucioneve që të shtojnë kujdesin e tyre ndaj fëmijëve, e sidomos tek moshat e adoleshentëve të cilët edhe janë të kyçur në këto problematika. Shpeshherë, duke mos qenë të vetëdijshëm se dëmët mund të jenë vdekjepruese, fëmijët përfshihen në incidente të ngjashme të përdorimit të armëve. Prandaj, nëse hasni në video, fotografi apo publikime të tilla që dëshmojnë përfshirje me armë, mos i përkrahni dhe asesi mos u bëni pjesë e tyre. Mos i të i kaloni ato, por raportoni si rast në policitë e Kosovës apo edhe në institucionin më të afërt. Njoftoni prindrit, mësimdhënësit apo çdo tjetër që mund të kërkojë ndihmë apo edhe të jap përgjegjësi në këto raste.